për lokalitetin ton, për vendin ton dhe për masën në përgjithësi. Po mundohemi të sjellim diç që neve për çdo ditë na hyn në punë, për çdo ditë ne mirremi me të, me dashje apo pa dashje. Për çdo ditë neve e kemi pjesë të jetës, pjesë të angazhimit dhe gjithmonë lutemi që të jemi shëndosh e mirë dhe të njëjtën kohë ta bëjmë një jetë sa më të lumtur, sa më të qetë, sa më të dinjitetshme. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, duke pa realitetin dhe gjendjen në për familjet e tona, që po ka plasaritje, mosmarrveshje, dashaketësi, dhunë, rrahje, therrje, mbytje, shkurërizime nga më të ndryshmet. E pam të arsyeshme që neve të flasmi në këtë drejtim, edhe pse kemi folë shumë shpesher, kemi trajtu tema të këtilla shumë herë, mirë po nuk janë të pakta. Temat e këtilla duhet me u shtjellu, temat e tilla duhen me u diskutu, në për xhamit e tona, në për shkollat e tona, në për truezat të ndryshme, në për konferencat të ndryshme, temat e këtilla neve duhemi me i trajtu që sa do pak me ndiku dhe me erujt shoqërinë tonë që e dojmë. E kemi nerv, e kemi në palc, e kemi dashuri, e kemi identitet, e kemi krenari dhe dëshirojmë që këtë popull, këtë umet ta shohmi për çdo ditë mirë e më mirë. Të dashurit e mi, temat e këtilla nuk kanë qenë aktuale në popullin tonë, sepse në popullin tonë nuk janë ndëgjuar rrahje, therrje, vrasje të bashkëshortës apo bashkëshortja të bashkëshortit, nuk janë diskutu mos respekti i vajzës, mos dhënia e hakut asaj, nuk janë diskutu, kanë qenë shumë të shmushme, kanë qenë shumë të ngritura. Neve po dëshirojmë që këtë institucion familjar, ashtu qysh e kemi pas të mirë, po dëshirojmë ta forcojmë edhe ta kemi edhe më të mirë. Të dashurit e mi, neve e shtrojmë një pyetje sot, pse ka urrejtje në për familjet e tona sot? Pse nuk ka qetësi? Pse nuk ka rahati? Pse nuk flet bashkëshorti me bashkëshortën? Pse nuk flet vjerri me rejen, reja me vjerrën? Pse nuk flasin vajzat me prind, me kunata, me gjëra do thotë ngjajshme? Çka ndodhi që aq shumë u plasarit dhe u zgjeru do thotë ky problem tek ne? Të dashurit e mi, ulemaja na i sjellin 3 arsye pse ekzistojnë sot urrejtjet në familje. Na i sjellin 3 arsye. Arsyeja e parë thot, nuk është bërë për zgjedhja adekuate. Në atë moment kur filloj, duke mos i përfill kriteret familjare në përzgjedhjen e bashkëshortës apo të bashkëshortit, kanë filluar plasaritjet në për familjet tona. Në atë moment kur kemi ardhur në një shkollë ku prindi nuk pyetet për bashkëshortë që djali është duke e përzgjedh dikën, kur nona baba nuk pyeten, kur nuk përfillen kërkesat e tyre, ka ardhur do thotë kjo gjë që jemi në një kulminacion të degradimit familjar. Të dashurit e mi, nuk është bërë për zgjedhja adekuate. Ky i ri apo kjo e re e ka bën një lidhje të ngutur, të shpejt, me emocione, duke mos e kujtu të ardhmen, duke mos e ditë se çka të bjen kjo nesër e pas nesër, pas një jave e pas një vitit. Ky është ngut
e ka mashtruan ana vizuele e saj, e ka mashtru makijazhi i saj, e ka mashtru fasadimi i saj, e ka mashtruan vizllima e saj, dhe për këtë arsye ka fillu do thot përçarja në për disa familje tek ne. Të dashurit e mi, kur ka fillu do thot prindit me i thonë se kjo është përzgjedhja e ime, edhe unë çka du bëj dhe ka du unë e marr, ka fillu do thot kjo plasaritje. Atëherë kur prindi i ka diskutu me djalin, birë, kjo është për ty dhe është për familjen tonë. Pse? Se kjo ka një babë shumë të mirë, ka një nonë shumë edukative. Kjo vajzë ka vëllezër shumë të nderuar, ka motra gjysh e gjyshe shumë të respektuar. Kjo do të jetë pjesë e familjes tonë që do t'ja shton jeshin, gëzimin, bereqetin familjes tonë. Po në atë moment kur fëmiu i thot babës, bab, kjo është përzgjedhja ime, unë jam të marrë për veti, nuk jam të marrën për tyje, atëherë do thot, mas një viti apo ma pak se një vit, po e shohemi shkurërizimin, po e shohemi ndarjen, po e shohemi mallkimin, po e shohemi nervozizmin, po e shohemi ofendimin, po e shohemi prishjet e dy familje, me dhënime nga më të ndryshme, të dashurit e mi që populli jonë nuk i ka dash dhe nuk i dën kur njëherë me egzistu gjërat të tilla. Të dashurit e mi, ky din i jonë i çmuar dhe kjo kulturë e jonë shqiptare shumë e nderume ka pas tradit dhe i ka thonën këtij bashkëshortit të ri, ti derisa ti thush po asaj vajze, apo ti vajzë derisa ti thush poën e fundit me pëlqimin e familjes, këtij djalit ti dush me ditë për njëri tjetrin gjithçka, edhe notat në klasën e parë, çfarë i ka pas, ti dush me ditën. Në atë moment kur të bëhet lidhja emocionale, ku pyete bete, ma ka livdu një shok, shumë i kish pëlqy atij shokit. Por ati ku me ditë për çka i ka pëlqyen? Ku me ditë për çka i ka pëlqyen? A i ka pëlqy familjes tone? A je dakortu ti për të ardhmen? A i ke tregu për familjen tone? Të dashurit e mi, sot njerë një farë bashkjetese, kja është bashkatërres, tani ma vonë një fejes, gjithë ditën shëtitën, folin telefon ka 24 orë, në internet, online, vazhdimisht, në ditën e parë, kur ta bjen të shtëpia prishën. Për çka? S'po mi qetë babës kafe. Nuk po ma përshëndet babën. Më falë, ti a i ke treguën kësaj, që baba jam, nana jame, dojnë kafën e mëngjesit, mja qitën, thojnë mirë mëngjesi, a munës gjove, a ke mujt, a ke nevoj për ndihmën time, a i ke... Ja, hoqë, qysh mërti që 6 vjetë je i lidhë, edhe kur një nuk i ke bisedu këtë tema, o është për kina pas tema tjera me na me diskutu. Kalun atë temat e tjera, tash tema kryesore, aktuale, e vetëmja që të duhet, është knaqësia, është do thët uniteti, është formimi, është krijimi i familjes, është respekti ndër familjar. Ku mbetën këtë? Të pa thona, të pa diskutume, para se me dhonën fjallën kryesore. Urrejtja është si shkaktar, po thojnë ulemaja, e para, lidhja jo, apo përzgjedhja jo adekuate e bashkëshortës, apo të asaj të bashkëshortit. E para, të dashurit e mi, kur nuk ka mirë kuptim në mes antarëve të familjes, janë shkaktare disa gjëra tjera. Cila është? Që e sjell jo mirë kuptimin ndër familjar. E para, po thojnë ulemaja, një edukat jo e mirë ndaj fëmijëve. Kur familjet e tona bëhen kazerma ushtarake, ti ngretu, ti fal, ti mos fal,
duke mos e ndëgjuar mendimin e njëri tjetrit, atëherë do thot vinë plasaritët në familje. Ku ka komunikim, ku ka bashkëveprim të ndërsjellët, ku ndëgjohet zëri i njëri tjetrit, kur shoshitën temat e adoleshentëve dhe kërkesat e familjarëve e të fëmijëve, atëherë ka me pas një jetë shumë më të lumtur dhe më të mirë dhe më të qetë. Kjo e para. E dyta, të dashurit e mi, kur ju jipët haku si kur djalit, si kur vajzës. Te ne, që shumë herë kam diskutu këtë teme, po kam dëshirë edhe në këtë gjuma me diskutuen, te ne shumë nderohet edhe çmohet gjenia mashkullore. Dhe zatën deri freke kemi pasën kur të lindë zoti, kur të falë zoti djalë me qitë pushke mos munal kur. Për vajzë e mshel derën mos mjarë kërkush heq me uruan. Sepse gjuhën e muskujve e dënë. Vetëm djali mu e ma kthen identitetin e marun pasonijen e ma përtrin familjen e, pse se menën kë 100 vjetë, mos menën, mërmat. Mena për momentin, mena për kohën, knaqu me familjen, si kur djali, si kur vajza, islami nuk i dallon këto, absolutisht nuk i dallon, përveç se i nxirr në pa gjithmonë gjinin femrore, i ka lavdrua ta prind që fëmin e parë e kanë vajzë, i ka lavdrua ta prind që i kanë një vajzë, 2 vajzë, 3 vajza dhe ju ka thonë xhenetin e keni të sigurt, i ka lavdru shumë ata prind se vajza është për shpirtin e nanës dhe për shpirtin e babës, është qetësia, harmonia, lumturia, ombrella, bashkimi, humanizmi, gjithçka përmes vajzës Zotit sjell bereqet ty në shtëpinë tonë. E ka lavdru i modhi Allah i kufsh mi fal, shumë gjinin femrore. Por te na, kur ndahen familjarët, kur ndahet pasonia, ju ndahet vetëm djalit, nuk ju ndahet vajzës. Këtu a problemi këç të dashurit e mi. Ky dini jon i çmuar para 1441 vitit na ka urdhër ka thonë, kur ta ndajsh pasoninë me ja dhon hakun pasonis edhe vajzës. Këtu flitët edhe gjithmonë është turp, aja vajzë e cila e merr pasoninë te baba. O dashurit e mi, ti je fetar. Unë s'pi flas atij që nuk është fetar. Unë ty jam të folë që je fetar. Ti je i kulturum, i civilizum, i qytetërum, ti je mendje hapur, ti nuk guxon me mendu kështu. Allahu i kopshëm i falë të ka urdhnu që pasoninë çka i takon me ja dhon vajzës. Me ja dhon vajzës pasoninë që i takon. Këtu te na cilësohet aja vajzë e cila e merr pasoninë te baba turp. E para. E dyta, aja vajzë e cila e merr pasoninë te baba, ajo mo u hallashtes me babën me vllaznillakun, mo nuk do të me arë këtu kur. U martu, shkoti atje, edhe mos ki çka me marr këtu. Gabim i madh. Deshe mor pasoninë, derse mor, aja është gjoku jote, aja është mishi jote, aja është ndjenja jote, aja është knatësia jote, aja është lumturia jote. Ti do thot duhesh me çmu, me ngrit, me rujt atë, që shirun 2 sytë ti thojnë ulemaja, që ashtu me rujtën vajzën tane, motrën tane, hallën tane, trungun tane, ata shka e kijet në gjakut, farefisit, duhesh me rujtën. Tjetra, ajo vajzë e cila e merr pasoninë, edhe nëse i ndodh shkurërizimi, aja mo nuk ka drejt me arë në këtë familje. Që kjo e frigon shumë e frigon vajzën, apo motrën për me marë pasoninë të vllazërit. Të dashurit e mi, sot ndodhin shkurërizimit. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam para 1441 vitit ka thonë: "Abghadul halali inda Allahi at-talaq." Halali ma i urrejtur te Zoti është shkurërizimi. Amo halal është kur ti i ke shfrytzu gjitha rrugët legjitime, alternative
për me e zgjidh problemin. Mirë po nuk ke mujtën me zgjidhën problemin, halal është ndarja. Halal është kurrizimi. Mirë po në atë moment që aja ta merr pasunin, mo aja e shkrejta nuk lyp, edhe nuk ka ku me ardhën të vllazit. Edhe unë sot 4 vllazën nuk e marrin motrën, o dashurit e mi, nuk e marrin motrën, se u shkurrizu, s'monët me shku jeta, nuk e marrin vllazit, për çka? Se aja e ka marrë pasunien. Po çfarë besimtari i Zotit jebe ti? Pse bre i bje Zotit ti në sejdë, bre? Pse bre i thu vetës që unë jam shqiptar, bre? Po kua bre tradit ti me fejen, me kombin, ti je si kur nata me ditën, ti halon foshnjore nuk je të dashurit e mi. Halon foshnjore nuk je. Për këtë arsye, një çrregullim që bëhet në familje, i dyta, duke mos ja dhon hakun atë shka i takon vajzës apo motrës. O ju fetar, o ju besimtar, o ju vëllezër shqiptar, në atë moment kur ti dojsh djemt, me janë nda pasunin edhe vajzës, Hoxhofeni nuk po pranon me morë. S'po pranon, s'është problem. Hajde thuj, që kja është toka jote, që kja është pasunia jote, ty takon që kja. Aja nuk e pranon, amo leta din se ti ja ke nda, ja ke vnu pikat. Ti ja ke logaritën pasunien, që kja është e jotja. Ka drejt mos me morë, nuk është problem pëse se merë. Amo asoj mja dhon një fuqi, një bagazh të sigurijës, asoj mja dhon herë do kur do, dhe nëse i ndodh, dhe nëse nuk i ndodh, e din do thot vlerën, dhe e din do thot që e ka për krajen e familjes, dhe familja gjithmonë e ka çmuan dhe e ka nderuan. Të dashurit e mi, kur pa drejtësia ndodh ndaj gjinisë femrore, këtu i madhe Allah nuk sjell bereqet në këtë familje. Dhe zatën ka thonën Muhammed Mustafaja dhe ky din islami ndritur, ka thonë, zullumi më i madh që mund të me shkaktu njeriu dikun, është në familje. Është në familje. Zullumi më i madh, nëse mund të me shkaktu dikush dikun, është në familjen e vet. Pa drejtësia më e madhe, edhe vallahi, zullumi ku të shkaktohet në familje, duat, fshoma, aja ndjenja, aj përjetimi i keq i saj, herë do kur ty ka mu të kthyen. Edhe nëse është aj person jo musliman, ka mu të kthyen. Kur ka garantu Zoti për jo muslimanit nëse i ban zullum, e Zoti ka mu të kthy në dua, në atë formën që shu përgjohet aj Zotit, ti apo mendon se nuk ka mu të kthyen ndaj asaj gjinis femrore që po ja bën në familje? Të dashurit e mi, zullumi nuk e shkakton sot vetëm shtresa e ult, intelektuale. Pse dikush po arsjeton shumë letë. Nuk janë të reformum, nuk janë civilizum, nuk janë të kulturum, nuk janë qytetrum, nuk janë me vedijet plot, këta janë të bo. Jo, mërë të dashurit e mi. Shumicën e zullume ndaj gjinis femrore janë duke e bo intelektualët. Janë duke e bo këto me kravata. Janë duke bo këto me poste shka shkojnë. Shiqani sot, qfar zullumi ata ju bojnë bashkëshorteve të veta. Shumicën e zullumit e bojnë ata. Interesohuni në për gjukata, interesohuni në për polici, interesohuni në për qendrat e sociale. Kush ka shkurërizime ma shumë edhe probleme ndër familjare, janë këta të shtresës së ngritur. Pse? Se këta i kanë bën rënët ekonomike edhe tash bojnë zullume të ndryshme. Edhe këta bojnë zullume të ndryshme. Andaj, me të drejt, kam dëshirë të mbroj që shtresa e olta po mesatare a shumë më e avancume në këtë drejtim, se sa një pjesë e shtresës intelektuale dhe ata që qëndrojnë mirë ekonomikisht. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, asgjë kur fillon zullumi në familje, asgjë nuk i pëlqen të bashkëshortja vetë. Asgjë. Çka do që të merr veprem ajo,
ky ka për ta kundërshtu. Kur njëherë nuk ka për ta lavdru punën e saj, veprën e saj, fjallën e saj, edukimin e saj, qëndrimin stoik të saj, po gjithmonë ka me përdor fjallë arrogante, kundërshtuse, nënçmuese ndaj personalitetit të bashkëshortës. Kur njëherë nuk e lavdron, kur njëherë nuk e thret me emna të bukur, me emna ledhatus, me emna të përkrahjes, me emna të dashuris, me emra të respektit, me emna të vlerës, me emra që unë jam rob për ty dhe ti je rob për mua. Kur njëherë do thot nuk e thret me këto emna, ai është i pari që krijon dhunë dhe shkakton dhunë ndaj bashkëshortës së vet. Ajo është në shtëpi, ajo është në edukim, ajo është në kuzhinë, ajo është në pastrim, ajo është në hekurosje, ajo është në respekt, ajo është në pritje të musafirit, ajo është çdo kund. E ky shitet gentleman gjithmonë është jashtë dhe kur njëherë nuk e nderon, nuk e respekton dhe nuk e vlerëson veprimin e saj të hajrit. Për këtë arsye, me të drejtë ulemoja e Islamit thojnë që ky njeri nëse vepron kështu, zullumin më të madh është duke e bërë. E zullumi nuk ka perde mes robit dhe mes Zotit, Allahu xhalla shanuhu me njëherë e pranon. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, pse urrejhen, pse ka urrejtje sot të disa fetar? Të disa fetar. 5 vakli. Po, 5 vakli. Ushtron dhunë fizike ndaj bashkëshortës, as ndaj hajvanatit ashtu nuk duhesh më usillën. A feja jote. Pse i bje Zotit se ishte? Ma marë burë se ti na qitë e ftyrën e zezë, ti po krenoshi, po shkon xhamije, po i ban disa rite fetare. Ma marë burë se njerëzit këtë janë të ditën, shka jetu botin në familjen tonë. Ma marë se edhe fetarë kështu, edhe zullumqarë ndaj bashkëshortës dhe ndaj motrës, nuk shkanë marë burë. Ma marë qyshti si fetarë, nuk e le motrën me u martuan. Ja, gjofëni se e ka rrugën e mirë në bankë punon, është menaxherja kryesore, e si të martuat tani ja qënë burrit e nuk ma bje mua rrugën. Ma marë burë se i madhi Allah dhul xhelal, ty ka më ta kthyen këtë zullum që jetë ja banë. Ma marë burë mos banë kështu, po të lutna me këtë gjunë dështë ka që e ullët, po shpirtërore jam të thonë, ma marë se të tjerët po e përqeshin burimin. Wallahi burimi është i pastër. Ky Kur'an azimushan është i pastër. Ky para 1441 vitit ja ka dhonën gjitha të drejtat gjinisë femrore dhe i ka thonë ti je një melike. Ti duhesh me prit ku me ditë sa me u martu me një fetar. Se fetari ty të nderon, fetari ty të respekton, fetari ty të çmon, fetari ty nuk të sankcionon. Para 1441 vitëve ka thonë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos i ndaloni bashkëshortët e juaja për me shku me i vizitu prindët e tyre. Sa herë që dojnë ato, me shku me i vizitu prindrit e tyre. Hala ka që te prindrit i qojnë vesh bajram për bajram. Është freku konë, bile mrena një muaj gjysve kanë 2 bajramat. Ta shpej kur ban bajrami du të me prit den fitër të bajram. Ani bërru se jemi në shekullin e 21. Ndoshta dikuj ju duket këto qesharake, o gjëvëni, vallai nuk janë të na pyet, janë të shku kur dojnë vete, çka dojnë vete. Se jam të folë për këtë kategori. Po jam të folë për një kategori tjetër që hala është që shukon para 30 vjetëv. E ky din Islam, qështu që jam të thonë unë, i ka thonë edhe para 60 viteve, 70 viteve, 100 viteve, i thotë sot edhe kom i thonë kur do që ka njerëzi dhe që të ka gjallëri, kështu i thot familjarit, mos e ndalë, të dashurit e mirë. Hajde se baba është i smut. Po kam dëshirë me shku me vizitu babën, sa është shumë i smut. Jo se kena punë.
Po du me fol në telefon, ani fal veç 1 minutë. Po baba pas ka ndru jetë. Prit, shkojmë bashk. S'ka pritje këtu. U vërës baba, hajde me një herë të shpia. Falë, si dhe në shekull e ty e tuti. Çfarë gjendje je? Qysh është e mundur do thot kësi trajtime me pasën. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam thëjke, wala tabaghadu, mos urreni, wala tahasadu, mos mbani xhelozinën mes veti. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tjeni rob të Zotit me hakikat të vërtet. Tjeni rob të Zotit me hakikat të vërtet. Pastaj thëjke Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, la yuminu ahadukum. Sa është besimtar, nuk e ka imanin, e plot. Kush ja Rasulullah? Ai cili në familjen e vet nuk është mirë. Ai cili familjarët e vet, bashortën, motrën, hallën, i trajton në këtë formë, nuk është besimtar i mirë. Nuk është besimtar i mirë. Qysh mos me urrejt? Qysh mos me urrejt? Janë një 4 forma, 4 pika që unë i kam shenu. E para, pajtohuni me diversitetin apo pluralizmin, pajtohuni me atë shkallën intelektuale, e ke bon përzgjedhjen, nashta nuk i përshtateni në mes veti, po e keni bon përzgjedhjen, kapnu në ato pika që jo dakortoheni në mes veti, kje e para. Matni ato me të mirat dhe me të këqijat që i posedojnë. Mos ja humbni me të mirat, ajo ka shumë të mira. Po nështë ta që të punë së kryti mirë, nështë ta e thani fjallë apo diçka, a mu këshyre më këtë tjera, e disa të mira më rika, së mund është me ja numru. Që të një në peshor pak, edhe këta. E treta, hulumtani zonat e bashkëpunimit. Mos u kapni vesh në ato të mos pajtimit. Ju kësha lutë, mbush një safat, se kemi hala dhe shumë jashtë, mbush një safat, ju lutëm. Pa morë parasysh moshën, këtu jemi krejt bashkë, krejt jemi të njëjtë. Neve kemi kulturë, respekt, e respektojmë musafirin, e respektojmë matë vjetrin, krejt normale janë. Mirë po, në xhami jemi të barabartë. Ashtu që shvim, do thot me ezanën safin, ju kësha lutë, plëtsoni safat. E treta, hulumtoni zonat e bashkimit. Aty ku mundeni ju me gjithë njëri tjetrin. Për ato gjëra diskutoni. Dhe e katërta e fundit, me ik mentalitetit të asgjësimit, të eliminimit. Ti vjen për kësaj familje, nuk je përparimtare, nuk je kohore, nuk je në trend me kohën, nuk je kulturume. Pse se këtë 24 orë të këshyrë televizorin, po mundohet që edhe gruja vetë mi bo që ato veprime që i ban aja në televizor, edhe kjo këto. Nuk ka mundësi dashurit e mi, se edhe aja në televizor nuk i ban shpijen e vetë ato veprime. Një për ka dollë për një interes do të gjepit aty. Kështu që hulumtoni këto zona për me pas një jetë lumtur, qetë, sigurt, dashur, edhe në fund. Kur të vjen dikush me kërku vajzën tënde, e thot, unë jam fetar, unë i biz Zotit në sejdë. O kënaqur që ta ka kërku fetari. Se ka thënë Muhammed Mustafaja, fakhtar dhe të dini të rëbet jedak. Kur aja vajza jote, kur ti motër, e përzgjedhat fetarin, 2 dorë t'i kitë lumtura. Sa i nuk ju frigohet babës tanë, apo ti, apo këti, a ju frigohet synit Allahut Gjeleshanuhu, dhe ta trajton vajzën tane, apo të trajton ty motër, ashtu qysh ka dëshirë që dikush tjetër me ja trajtu motrën këtina. Inshallah Zoti na falë dhe na udhëzon, e inshallah i madhi Allah Gjeleshanuhu na bën të qetë, të dashur, human, bashkëpunus në për familjet e tona. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.